Ka në pejgamberit alayhis salam ka një gjarpën në shtëpitë Resulullah sallallahu alaihi wasallam dhe po du me përfundu. Ka një gjarpën. Dhe që të përre në drejtare, një ditë edhe Aisha radiallahu anha u shqetësu edhe e mbyti atë gjarpën. Dhe erë pejgamberi alayhis salatu wassalam dhe e pyeti, tha, ja Aisha, a ke bo diçka sot? Po tha, kom myt një gjarpën. E shtini Resulullah sallallahu alaihi wasallam me pagu gjakun e atij gjinit. Vetëm për Aishën ka vlet kjo. Se ka qenë grua Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Për ne nuk vlen. Qysh, tha pejgamberi alayhis salam, ai që ka ardh ka qenë një vlla yni prej gjinëve, ka ardh për ditë me ngu çka për shpallët për Allah, për do Kur'an me ngu subhanallah. Për ditë ka edhe është ndruar në formë gjapin, po vjen edhe po ngon Kur'an. Prandaj për sunetit është populli janë çka thënë gjapë në shtëpisë. A ka bazë, ka bazë, jo që i shtëpisë. Por ka mundësi me qenë gjin. E për shembull gjyshet tona çka tregojnë, për shembull gjyshet tona kallëzojnë që ndjep të fëmija o kanë kular gjarpë një fëmijë e kemi lënë, se kemi ditë se ka bo zahrare, se ka preke sende. Këta mund me qenë gjin. Andaj sunet i pejgamberit alayhis salatu wassalam është që kur të shihet gjarpë në shtëpi, me i thonë dil prej shtëpisë. Dil prej shtëpisë, dil prej shtëpisë me emër të Allahut. 3 herë. Nëse niset me dal, leje, prite. Jo valla ka dal po ec ky. Ai po ec edhe gruaja një sahat, s'po del. Prite. Unis prite, se është gjin. Dhe lalet dele. Ai si del ka mundësi mu shëndru pas e formën e vetë. Dërsa, nëse nuk del, po sillet knera, vëse me e thana në ka dalja, po sillet hala i ka përzi, atëherë mbytne, ka thonë Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Hadithit e Buhariu, ka thonë pejgamberi sa pesi ka dal njeriu për xhennetit me gjapnin, armiqësia mes tyne s'ka pushu. Prej që ndëbu prej xhennetit, edhe gjapni o kanë aty në xhennet, armiqësia mes tyne s'ka pushu. Edhe me thonë, tutna për gjapnit është normale. Stuta për gjapnit që kyso ta ma më shumë. E të marrë vëzë. Njëri që thot tutna për gjapnit, është normal mu tut prej gjapnit. Se hadithi për thot, armiqësia s'ka pushu mes tyne. Me po më se kujtone, njëri një normal pëse stutët e kap gjapnit. Sene, po dhe më thonë, nuk është normale njerëzore që mësë me tut gjapnit. Lemo dikush i ka marak që bëshënë për televizor atjene akvarium me gjarpinje ka, i ka marak subhanallah, qëfar maraki gjarpën, e njëri ondër për shashtrisët e lemo zhgondër me pas që atyne me najt me gjlis me ty. Prandaj ka mundësi me qenë prej gjinve dhe ka pagu 100 deve, ka pagu dije, e ka shpagu gjakun e ati vlau që kjo ka vlet, kanë thonë ulemar vetëm për Aishën, nuk vlen për njerëzit sot për muslimanët nëse e bëjnë një vrasje të gabim të gjinit.